Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ka bërë të ditur se nga sot, 5 maj deri në 31 tetor 2025, të gjitha muzeumet, parqet arkeologjike, kalat dhe sitet e tjera të trashëgimisë kulturore në të gjithë vendin do të jenë të hapura për vizitorë çdo ditë të javës, nga ora 9 deri në orën 19. Synimi ynë është që të ofrojmë një përvojë sa më të pastër kulturore për vizitorët vendas dhe të huaj, duke i bërë asetet tona kulturore më të aksesueshme gjatë sezonit turistik, deklaroi ministri Gonxha. Për disa site me specifik të veçantë janë përcaktuar dhe orare të diferencuara, si për shembull në Durrës për kullën veneciane, amfiteatrin dhe hamamin mesjetar. Në Vlorë, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë do të qëndrojë i hapur nga data 5 maj deri në 30 qershor dhe 11 shtator deri në 31 tetor, nga ora 9 deri në orën 19. Për periudhën një korik, 10 shtator do të qëndrojë i hapur nga ora 9 deri në orën 12 dhe 17 deri në orën 22. Po kështu dhe për Parkun Kombëtar të Butrintit. Ky sezon, sipas Gonxhës, pritet të sjellë më shumë vizitor, duke nxitur zhvillimin e turizmit kulturor dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.